Mirë mbrëma të nderuar shikues të televizionit 7, është ky edicioni lajmeve orës 19:30. Do ju njoh me disa nga ngjarjet kryesore të kësaj dite. Dhomat e specializuara të Kosovës në Hag kanë konfirmuar se krerët e paraburgosur të UÇK-s nuk kanë qasje në gjitha televizionet kosovare. Arsyetohen se kjo u bë për arsye teknike, ndërkaq që KMDL-ja thotë se kjo përbën një shkelje të rëndë ndaj të drejtave të tyre themelore. Kritikohet puna e avokatit të popullit që vepron në kuadër të specialës. Veteranët janë ankuar se nuk po mund t'i marrin 2 pensione, atë të luftës dhe atë të pleqërisë ose kontribut dhënës, edhe pse ligji u anjek të drejtë, lëndët po zvaritën për vite të tëra në për institucione pa u trajtuar. Kategoritë e luftës thonë se po diskriminohen nga shteti. Kryeministri në detyrë nuk përgjigjet nëse ka siguruar votat për verifikimin e mandatit, ikën nga gazetarët duke ironizuar me një përgjigje të shkurtër. Zhvillimet nuk i ka komentuar as presidentja e vendit Osmani. Një deputet i Pakisave ka konfirmuar votën pro qeverisë. Gjykata refuzon gjykimin në mungesë për kryeterroristin Milan Radojčić dhe të akuzuarit e tjerë në rastin Banjska. Gjykimi mund të vazhdojë vetëm nëse të akuzuarit arrestohen dhe ekstradohen. Avokatët e policëve të dëmtuar kanë shprehur pakënaqësi se seanca do të vazhdojnë në muajin qershor. Të shtunën protestohet sërish kundër shtrejtimit të rrymës, paralajmërohet për shkallëzim i situatës nëse kërkesat nuk përfillen. Organizatorët konfirmojnë se po punohet për anulimin e vendimit përmes hapave ligjor. Bëhet thirrje për sa më shumë mobilizim. Pas 2 dështimeve të njëpasnjëshme, nesër do t'jetë përpjekja e tretë për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Por asgjë nuk është e garantuar. Skenari mund të përsëritet, kështu që të paktën po paralajmërojnë ata që i njohin dhe monitorojnë këto procese. E mekanizmi i vetëm që mund të zgjidhë një ngërç potencial, po thuhet se është kushtetuesja. Detyrohemi ta ndërpresim seancën dhe me një letër ta njoftojmë presidentën se si do të veprohet në të ardhmen. Ju faleminderit. Një herë të martën e pastaj edhe të enjtën. Fatkeqësisht nuk pati konsenzus. Seanca do të vazhdojë brenda 48 orëve në orën 12 me 19 prill 2025. 2 tentimet për konstituimin e Kuvendit të Kosovës dështuan qysh në nisje të seancës dhe e njëjta u ndërprej për 48 orë. Hera tjetër kur ligjvënësit do të provojnë është kjo shtunë, mirë po fare lehtë mund të ndodhë i njëjti skenar. Në fakt, një gjë e tillë mund të vazhdojë pafundësisht. Nëse vazhdohet me këtë tempo dhe me këtë disponim të themi ashtu të partive politike parlamentare, procesi mund të shkojë edhe në një kohë të gjatë dhe mund të quajmë se fillojmë ose hymë në një farë ngërshi politik të panevojshëm dhe se lidhoj kësaj në pamundësi të një afati të qartë të themelimit të organeve të Kuvendit, atëherë ky proces edhe mund edhe të zvaritet. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë rast ku gjykata ka vlerësuar se a fillon mandati deputetit pas certifikimit apo pas dhënies së betimit. Prandaj Vullnet Bukaçku nga KDI mendon se ligjvënësit duhet të tentojnë ta çojnë këtë ngërç politik potencial tek kushtetuesja. Unë besoj që të pjekën kushtet që edhe deputetët, pra një grup i caktuar i deputetëve mund të provojnë, edhe pse mbase mund të kenë probleme të aspekti i pranueshmërisë së kërkesës në gjykat, mund të provojnë që të argumentojnë në gjykatë kushtetuese që po ju pamundsohet dhe një impetimit si deputet i zgjedhur i Republikës së Kosovës. Kjo sipas tij është rruga që duhet ndjekur pasi kushtetuta nuk parasheh zgjedhje të reja në këtë situatë. Nuk të kemi edhe nuk mund të kemi zgjedhje të parakohshme për faktin që nuk po arrin të konstituohet Kuvendi i Kosovës. Por kushtetuta e Kosovës nuk e parasheh mundësinë e shpërndarjes së Kuvendit ose të çuarjes së vendit në zgjedhje të parakohshme ose të jashtëzakonshme për faktin që nuk po arrihet të formohet organi i Kuvendit. Seanca konstituive për Kuvendin e Kosovës do të rifillojë të shtunën në orën 12. E ai që bartë përgjegjësinë që t'i ofrojë numrat që të krijon institucionet, ai që udhëheq partinë fituese të zgjedhjeve, kryeministri në detyrë vazhdon të ikë nga mediat. Madje sot ai pati tentim që edhe të duket pak komik përballë mediave. Përgjigje për situatën nuk dha as e para e shtetit i Vjosa Osmani. Pjesëmarrjen se kishte paralajmëruar fare si zakonisht, por kryeministri në detyrë Albin Kurti të premton bëri homazhe pranë shtatorës së heroit Zahir Pajaziti në Prishtinë. Bashkë me kabinetin e tij, Kurti vendosi lule pranë shtatorës.
Për t'i nderuar dëshmorët e komunës së Prishtinës, kryeministri u bë pjesë e vullnetarëve që dhuruan gjak, madje shpuarjen me gjilpër se ndjeu fare. Kur e kreu këtë procedura, ju dakordua me Arben Vitin për një kafe. Më pas u kujdes që shokët t'i ftoj edhe vetë. Por i prerishte në pyetjet për seancën e së shtunës. Kryeministër, apo votohet nisë krye parlamentare? Ajo është nesër, apo? Po. A keni numrat? Për seancë gjatë ditës nga një aktivitet tjetër sfoljas presidentja Vjosa Osmani. Tash, ju e dini që e kemi praktik që çdo herë kur përkujtojmë masakra, kur përkujtojmë të rënët për liri, flasim vetëm për atë temë. Prandaj ju lut për mirëkuptim për gjitha temat tjera ti drejtoni tek zyra jo për media. Faleminderit, nderim trëmve, ju lut për mirëkuptim. Faleminderit shumë. Ndryshe, pak orë para se të tentohet konstituimi i kuvendit sërish, njëri nga deputetët që ishte përfolur për vot kundër kryeministrit Albin Kurti, Veton Berisha, ka konfirmuar votën pro. Të shtunën nga ora 12 do mbahet për herë të tretë seanca konstituive për kuvendin e Kosovës. E presidentja Vjosa Osmani, cila heshti për zhvillimet politike pjesëmarrëse, ishte sot në përkujtim për dëshmorët, martirët e civilit e vrarë gjatë luftës së fundit në Makoc dhe Marec. Ajo aty ishte krahas familjarëve e qytetarëve të shumt. Zemra e një motre nuk rresht së kujtuari. Malli për vëllain e vrarë nuk u shua kurrë, e dhimbja mbeti paqe gjallë edhe pas 26 vitesh. Çdo 18 prill Hafize Krasniqi me familjen e saj ndalet pranë varrezave të dëshmorëve në Makoc të Prishtinës. Në këtë vend ku toka ende mban plagët e 1999-s, ata rikthehen për të kujtuar Nexhmedin Krasniqin, njërin nga shumë të vrarët në masakrën mizore të kryer nga forcat serbe. Frikën se kom pas, krejtë për pedin armiku ku shkon, në për ta kum kaluar Zoti na ka rujt. U shku kush u shku, inshallah jenë me familje e popull i shnësh. Motra që mbetet për herë krenare, ka vetëm një dëshirë për Kosovën. Besoj që një popull i mirë jem, një popull tamam i veçantë, një popull që i duhet t'i veni për të mirë, dhe kush e do këtë vend për të mirë, inshallah do Zoti e mira i sillet ka se kujton. Masakrën mizore në Makoc se përkujtoi të premten edhe presidentja e vendit Vjosa Osmani. Makoci ashtu si edhe gjithë Kosova është dëshmi e një sakrifice të jashtëzakonshme, e një sakrifice që nuk ka ndodhur rastësisht, por si rezultat i vendosmërisë së popullit ton, një vendosmërie që ka zgjatur me shekuj të tërë, vendosmëri për mos t'u nënshtruar kurrë. Në të njëjtën ditë u përkujtuan edhe 115 civilët e vrarë në fshatin Marec të Prishtinës, ku gra, burra e fëmijë u shuan pa mëshirë. Unë jam vullnetar, e nisa vullnetar dhe jam bashkë me ju. Qofshi gjithë një faqebar, prindit e mi, një patendesat, faleminderit për gjithçka. Homazhe për sakrificën e dëshmorëve e martirëve të vrarë në Makoc kreu edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama. Dërgat që veteranët e luftës po vazhdojnë të shprehojnë pakënaqësi që ende po ju pamundsohet marrja e pensionit të dyfisht. Edhe atij të veteranit dhe atij të moshës. Lëndët e tyre po zvariten. Kontributin për lirinë e vendit edhe qysh në ditët e para të krijimit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Agron Makulli, ish ushtar i zonës operative të Karadakut, thotë se ditët e luftës si kujton si të shenjta. Asnjëherë si interesoi nëse kontributi që dha u vlerësua nga të tjerët apo jo, pasi qëllimi ishte i qartë për të, liria. S'm ka interesua atë a më ka vlerësua, s'm ka vlerësua. Atë unë kom luftu për mështru veni e sa dëmon me qeni lirë. Po kur vije puna tek pensioni, ati duhet të zgjedh, të pleqërisë ose atë të veteranit, e kjo gjë po i duket e padrejtë. Sa është i mjaftueshëm. Atë me qenë të dyjetë, atë kona më mirë. Sëm në përmengon atë mazgjikata, atë jo bo kështu, jo bo ashtu, atë qështë bëhet e të bo. E drejta për të përfituar 2 pensionet është e garantuar me ligj sipas ish-kryetarit të gjykatës së apelit Hasan Shalës. Por sipas tij, janë institucionet e vendit që nuk po e zbatojnë këtë të drejtë. Kjo është një problem se qeveria dhe ministria e cila është adekuate për këtë çështje nuk i zbaton. Këtë drejt, por
veterantë dhe gjithë ta janë të detyruar që të ushtrojnë padi, të krejojnë shpenzimet më nevojshme dhe në fund gjykata ka miratu. Përveç gjykata apeli që ka vërtetu këtë drejt e ka vërtetu edhe gjykata supreme. E kur këto lëndë po drejtohen tek institucionet kompetente, po lihen anash për vite të tëra. Kështu që kjo drejt është drejt elementare edhe garantuar edhe sipas gjykatës evropiane të drejtave të njerit. Kështu që veterantë, familjarët, të dëshmorëve dhe invalidët e kanë të drejtën të kërkojnë pensionet. Këtë çështje kanë cilësuar problematike dhe organizatat e dalja nga lufta e UÇK-s, invalidët e kategoritë të tjera të cënueshme. Derisa të njëjtën, një mbjetuar e dhunës seksuale ka filluar të marrë 2 pensione, pa e mohuar asnjërin prej identiteteve të saj. Me një çështje të tillë përballen edhe viktimat dhe të mbjetuarat e dhunës seksuale gjatë luftës, por dikush prej tyre arriti që ta fitojë këtë betejë. Ndjekim një deklaratë për këtë nga Fatmire Haliti nga Qendra Kosovare për rehabilitimin e viktimave të torturës dhe në magazinën Kosova Live në të 7. Kriju një precedent, një rast, një invalid civil i luftës në 2020 për padi dhe ju pat njoft kjo drejt, domethënë pension të dyfisht. Ne zhvilluam procedurat e brendshme, i përgatitëm rastet dhe në vitin 2021 i dërguam padit e para në gjykatën themelore në Prishtinë. Të pas parasysh që gjykatat janë të stërngarkuara me lëndë, tek në vitin e kaluar pranë 2024 ju ka ardhur radha rasteve të para të shfrytëuar në gjykatën themelore në Prishtinë, me që rast gjykata ja ka njoftë pensionit e dyfisht. Pasi që gjykata themelore në Prishtinë ja kishte njoftur statusin 3 të mbjetuarve që ne kishim bërë padi, përkatësisht i kishim dorëzuar mbi 10 padimir, po 3 i kishte ardhur radha për të shfrytëuar, ja njofti të drejtën e pension të dyfisht. E tretë mbjetuar të dhunës seksuale që kanë rrëfyer publikisht rastet e tyre sot u nderuan nga presidenti Vjosa Osmani me medaljen Deri i Republikës së Kosovës. Ndjekje momentin e kësaj ceremonie. Pas kësaj ceremonie kam folur për media edhe Osmani dhe 3 protagonistët këta të fundit, përveç falënderimit për mbështetjen institucionale qytetare, mesazh patëm për viktimat e tjera. Sot e vullosim këtë me dekret presidencial, por ju jeni vullosur si nderi i Republikës sonë në anualet e historisë së kombit. Unë desha veç 2 fjalë. Përshëndes gjithë popullin tonë, se nuk kam përkrahur shumë të ditë. Faleminderit shumë. Nderuar presidente, si çdo herë, edhe sot du më falenderoj për çështjen, angazhimin edhe për kohën që hap secili viktim. Të dashura viktima, ju los që kudo që jeni, ka ardhur koha me kërku drejtësi. Mos më pshet pasaj që ka ndodhur. Me kërku drejtësi, shlirën e shpirtin, mos t'ja falim tërvis krimet që ka kënë Kosovë. Organizata, falenderit për gjithë përkrajen për secilin viktim, të dashur familjarë. Falenderit së cili për juve që në çdo moment na keni qenë afër. Pari dua të përshëndes presidentën time, e cila na përkrah në çdo aspekt, në drejtësi që është më e rëndësishme. Kur kemi drejtësi, kemi paqe. Ju falemnderit gjithëve për prezencën, falemnderit për kurajën që na jepni neve ju. Ju falemnderit. Ndërkohë për një krim tjetër për aktin terrorist që njihet si rasti Banjska, gjykata themelore në Prishtinë ka refuzuar propozimin për gjykimin në mungesë për Milan Radojčić edhe 41 të akuzuarit e tjerë.
Ishte udhëheci kryesor i grupit terrorist që sulmoi në Bojnës me 24 shtator të 2023-s. Ndaj Milan Radojqiqi tashmë ka një urdhër arrest ndërkombëtar aktiv, por kryekriminali serb për momentin do t'i shpëtojë gjykimin në mungesë në Kosovë. Kjo pasi gjykata themelore në Prishtinë ka marrë vendim ku ka refuzuar propozimin që gjykimi për 42 të akuzuarit tjerë të vazhdojnë në mungesë. Nga ky institucion i drejtësisë të premtë njoftuan se kërkesa për ashtruar është e pabazuar dhe se një gjykim ndaj tyre mund të ndodhë vetëm nëse terroristët do të arrestohen e do të ekstradohen në Kosovë. Përfaqësuesit e palës së dëmtuar patën komente rreth këtij vendimi që u bë publik në fund të orarit të punës. Ne mendojmë se ata nuk do të arrijnë të arrestohen asnjëherë, sepse ata nuk do dalin nga Serbia dhe Serbia do t'i strehojë e do t'i sigurojë e do t'i mbrojë me të gjitha mënyrat brenda për brenda strofullës së tyre tani në Serbi dhe se nuk do të arrijnë të arrestohen. Ata nuk do të arriheshin të ekzekutonin në dënimin edhe nëse do të gjykoheshin në mungesë. Por si do të jetë, le ta dinte bota se ata janë gjykuar, janë dënuar dhe janë shpallur fajtor. Avokati Naim Rudari që përfaqëson të dëmtuarin Alban Rashiti ka shpjeguar se si do të shkonte gjykimi nëse do të sigurohej prezenca të gjithë akuzuarve në gjykatë. Të arrestuarit që janë prezent, të akuzuar 3 nga ta, tani siç është seanca e djeshme, pra nganjëherë argëtohen se ne s'kemi vrarë, ne s'kemi aktivizuar eksploziv, s'kemi bërë këtë, s'kemi bërë atë, mbase nuk e mohojnë se ka qenë pjesë e grupit terrorist. Sikur të ishte gjykimi i tërësishëm, pra do të dëshmohej për të gjithë, për gjitha krimet që kanë kryer dhe kanë dashur që të kryejnë edhe krime tjera. Një vlerësim rreth këtij vendimi patën edhe avokatë të tjerë që përfaqësojnë të dëmtuarit në këtë rast. Do duhej të na njoftonin dhe se gjykimi në mungesë gjykata ka me u detyru me i selektu provat për 3 të akuzuarit me ata 42 të tjerë që janë në arati. Nuk besoj se mund të arrestohen me flet arrest, ka me qenë e pamundur nga se Serbia do t'i strehojë mjaftueshëm mirë. Avokatja Besiana Ismaili që përfaqëson zyrtarin policor që ka tërhequr trupin e polisit Afrim Bonjaku ka treguar gjendjen fizike e psiqike të klientit të saj. Gjendja e tij përveç se fizike, psiqike shumë e rënduar, i njëjti nuk është në punë ende, e ka përjetuar shumë rënd pasi që ka qenë në vendin e ngjarjes. Ne dje në fjalën hyrëse të paraqitur me shkrim pranë trupit gjykues, kemi kërkuar edhe paraqesim kërkesë pasurore juridike në fund të procesit dhe ju kemi bashkangjitur edhe ndjekjes penale në emër dhe interes të mbrojturit tem Çlirim Shaqiri. Seancat e radhës në rastin Banjska do të vazhdojnë gjatë muajit qershor. Dërgaq në procesin gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s në Hak të paraburgosurve, atje po ju mohot një drejt. Ata nuk kanë qasje në gjitha televizionet kosovare. Këtë e kanë konfirmuar edhe dhomat e specializuara. Edhe këtë po e kritikojnë edhe prej Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Janë bërë fiks 4 vjet, 5 muaj e 2 javë që nga privimi i tyre prej lirisë. Nga 5 nëntori 2020, si shkrerët të ushtrisë qëllimtare të Kosovës kalojnë çdo ditë në qendrën e paraburgimit në Hag. Mirë po qasja atyre në informacion është zbehur së fundmi. Kjo pasi që dhomat e specializuara vendosen t'i largojnë disa kanale televizive kosovare nga programet në gjuhën shqipe që më parë transmetoheshin aty. Këtë konfirmuan nga gjykata speciale, vetëse thonë se për arsye teknike ato nuk janë të disponueshme. Të arrestuarit kanë qasje në programet në gjuhën shqipe në disa kanale, duke përfshirë të vend shtetëror të Kosovës. Kjo është e mundur nëpërmjet sistemit satelitor të vendosur në kompleksin e burgut, ku janë të vendosur objektet e paraburgimit të KSC. Varësisht nga ky sistem dhe për arsye teknike, jo të gjitha kanalet televizive të Kosovës janë të disponueshme. E sipas Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, më nuk është në pyetje sa apo ju shkelen të drejtat, por sa shumë po ju shkelen ato. Madje sipas KMDL-s, një situatë e tillë s'ka ndodhur që nga përfundimi i luftës së dytë botërore. Nuk ka pas të burgosur të cilët janë trajtuar më keq se që po trajtohen të burgosit që janë tash duke u gjykuar në Hag, të gjithë shqiptarët dhe të gjithë shtetas të Kosovës. Këtu nuk flitet apo shkiret të drejtat të njeriut, po flitet për vëllimin e shkeljes drejtat të njeriut. As institucioni i avokatit të popullit nuk po e kryen detyrën e tij, ndonë është në kuadër të speciales. Ai më shumë merret me të kustuar brenda
ati institucione, me personel zyrtar. Ai nuk merret fare, ai është një avokat i popullit i cili thjesht e merr një rrogë koti, është një pozicion koti dhe deri tani thuhen nuk ka prodhuar asgjë. E krejt këtë, gjykata speciale po e bën për t'i fshehur veprimet e veta, sipas avokatit të akredituar Kadre Osaj. Gjykata me këto masa frikohet për veprimet e veta, frikohet për transparencën dhe e dëshmon atë se nuk ka qenë transparent dhe nuk ka interes të zgjidh drejt këtë çështje penale juridike. Konsideroj që të akuzuarve tani të paravërgosen janë të shkel drejtat në vazhdimsi si në procedurë, si edhe e drejta e cila i është garantuar drejta për informim. Raportimet e këtyre mediave ka qenë Për shkak të shkeljeve të drejtave të paraburgosurve, gjatë kësaj jave, zyrtari amerikan Richard Grenell kërkoi ndaljen e fondeve për gjykatën speciale. Vjojme disa informacione nga siguria. Policia e Kosovës ka njoftuar për një operacion që ka kryer mbrëm në komunën e Graçanicës. Arrestimi nga policia e stacionit policor të Graçanicës është kryer në kohën kur policia ju përgjigj një rasti të dhunës në familje të ndodhur në fshatin Dobratin. Më pas, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, ka kryer edhe një bastisje në shtëpinë e të dyshuarit, me që rast ka gjetur dhe sekuestruar një pushk gjuetie të kalibrit 16 mm, një pushk gjuetie të kalibrit 30 mm, një pajisje optike të pushkës së gjuetis, 50 copë fishek të kalibrit 16 mm, si dhe 3 radiolidje. Pas kësaj, burri me inicialet G.P. i moshës 39 vjeçare është dërguar në mbajtje. I dyshuari me akvendim mbi ndalimin e personit të dyshuar të nxjerrë nga ana e prokurorit të shtetit është dërguar në qendrën e mbajtjes për 48 orë dhe ndaj tij është iniciuar një hetim në drejtim të veprës penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve, ka njoftuar policia. Kurse 2 persona kanë mbetur të lënduar nga një aksident trafiku në fshatin Lloshkobare të Ferizajt, lajmin për të shtat e ka konfirmuar zëdhënësi policisë Kanun Veseli. Ju njoftojmë se me datë 18/4/2025, rreth orës 12:43 minuta, në fshatin Lloshkobare, komuna Ferizajt, ka ndodhur një aksident trafiku në cilin janë përfshirë 2 automjete me targa vendore. Si pasojë e aksidentit, përveç dëmeve materiale, 2 persona kanë mësuar lëndime trupore, ka thënë Veseli. Ai ka njoftuar se në vendin e ngjarjes ka dalë një sit përkatëse policore, autoambulanca dhe zjarfiksit, të cilët kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme sipas procedurave ligjore. E me ligjin, po paralajmërohet se do të përballet zyra e rregullatorit për energji, të paktën kështu ka paralajmëruar Memli Krasniqi, kryetari i PDK-s në presing të televizionit shtat. Ai tha se ZRE do të ndiqet penalisht. Shumë përgjegjësi penale, kanë shumë përgjegjësi ligjore, i madhe i vogël, sepse po mendojnë që mundën më mshet. Se nashta kanë mashtruar këta, ty thonë mos janin se jemi në mbështet dhe na ju mbrojmë. Jo, soni mbrojmë. Edhe çto vepra që i kanë bërë këto që plakën. Unë e di që janë të i rrejt. Janë të i thonë hajtë se keni imunitet mandator. S'kanë imunitet mandator. Nuk mundën më mshef mas faktit që kena drejt marrë vendime. Ti ki drejt marrë vendime, do të marrë të rrymën 100% çdo dita. Çdo vjet ti më arrit rrymën për interes të kujna. Për interes të kujna, për interes të kujt? Për interes të oligarkëve, të Albin Kurtit. Oligarke, mafio energjetike, çfarë që është aty 700% e kanë rrit, 700% është rrit importi rrymës së sotni. Kush i merr ato bare? Ai merr Martin Berisha me shokët e vet. Ai merr mafia energjetike, ai merr Genia. Vendimi i ZRE-s për shtrejtimin e rrymës u përcoll me protesta, një e tillë do të mbahet edhe nesër në ora 12. Thirrje për të bën edhe sot përmes një konference, iniciativa që po e organizon atë asnjë cent më shumë. Me vendimin për shtrejtimin e rrymës nuk u pajtuan asnjë moment. Pikërisht për këtë mos pajtim, grupi Asnjë cent më shumë bën të ditur se protestat do të vazhdojnë. E radhës, sipas njërit prej organizatorëve, Besnik Shabio, do të mbahet këtë të shtunë duke filluar nga ora 12. Ne do të vazhdojmë të jemi edhe më të jetëzëshëm deri në momentet e fundit kur bashkë me qytetarët do ta fitojmë këtë proces. Ashtu siç e kemi paralajmëruar, nesër do të jetë protesta e radhës, e cila do të fillojë nga ora 12. Zoni qytetarëve është mirë që mos më ndalë në asnjë moment, e kemi shumë të rëndësishme që ta vazhdojmë aktivitetin së bashku. E nëse kërkesat e tyre nuk përfillen, Shabio ka një paralajmërim.
Nëse edhe pas ditës së nesërme prap do të vazhdohet mos ketë reflektim, natyrisht se do të jemi të detyruar që protestat i masovizojmë dhe ky masovizim nënkupton edhe për shkallëzim. Në anën tjetër, avokati Ardian Bajraktari njofton për hapat ligjor që janë ndërmarrë ndaj vendimit të zërrejës. Sot jam drejtuar me kërkesë zyrtare përmes email-it zyrtar zyrës së rregullatorit që ta kemi sa më parë këtë vendim, në mënyrë që të njëjtin ta analizojmë dhe ta procedojmë përkatësisht ta finalizojmë pa dinë. Ai tha se janë duke punuar për shtyrjen e ekzekutimit të këtij vendimi. Ashtu vlen theksohet që krahas padisë ne kemi punuar dhe po punojmë intensivisht edhe në hartimin e propozimit për masë të përkohshme si masë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit për faktin se jemi të bindur që plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 100 të ligjit për konflikt administrativ. Sipas Bajraktarit, padia dhe kërkesa për masë të përkohshme do të mbështeten edhe në praktikën e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut, si instrument që është drejt për drejt i zbatueshëm në Kosovë. Një konferencë ka mbajtur sot edhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama, i pati akuza për Ministrinë e Kulturës, e cila sipas tij po i bllokon 4 projekte të komunës së Prishtinës, mes cilave edhe sheshin George Bush. Plani i komunës së Prishtinës për ndërtimin e sheshit George Bush u ndërprej për herë të dytë nga Ministria e Kulturës. Mo për këtë arsye, kryetari Përparim Rama këtë të premte mbajti një konferencë për media. Sipas tij, ndalimi i punimeve nga MKRS-ja është tendencioze për të bllokuar zhvillimin e kryeqytetit. Kjo është një përpjekje qëllimshme për të penguar zhvillimin e kryeqytetit dhe për të mbajtur Prishtinën të pazhvilluar e në vazhdimsi të bllokuar. Kërkesat dhe arsyetimet për këtë ndërhyrje janë të pabaza dhe jo ligjore. Rama bëri të ditur se e ka ftuar ministrin e Kulturës Hajrullah Qekun në debat publik, por sipas tij, ai nuk ka pasur gatishmëri. Ai nuk vjen, pra nuk jep llogari para qytetarëve të kryeqytetit. Nuk tregon pse, nuk don me ardhe me ballafaqu me të vërtetën. Cila është e vërteta? Asgjë të jashtëligjshme, pra zero elemente të jashtëligjshme ka ky projekt, e po ashtu edhe projekte tjera. Në anën tjetër, drejtori i planifikimit, urbanizmit dhe mjedisit Arber Sadiki ka thënë se për këtë situatë kanë pasur takime edhe me Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve. Thirrën në një dokument që dha ata vetë quajnë që është dokument në punë sipër. Flasin për planin për menaxhimin dhe konservimin e zonës historike. Dhe aty thonë anomalia edhe më e tutjeshme është edhe po ta marrim si dokument që është i aprovuar, pikërisht për këto zona që po flasim lejohen edhe më shumë se këto që po bëjmë ne. Sipas Ministrisë së Kulturës, 4 projekte të komunës së Prishtinës, sheshi George Bush, ishulli urban, ai në rrugën Recep Luci dhe projekti në rrugën Agim Ramadani, janë pa leje të shkruar për të punuar dhe janë sipërfaqe të mbrojtura të trashëgimisë kulturore. Ndërkohë, prishtinasit janë në dilemë se ku t'i paguajnë mbeturinat, pasi që kjo çështje i ka ngelur drejtësisë që ta përcaktoj me një vendim, derisa komuna dhe ndërmarrja pastrimi bëjnë thirrje të ndryshme. Obligimin e përmuajshëm po e kryen si zakonisht. Prishtinasi i merr Dormaku të premtën pagoj faturën për mbeturinat e kompania pastrimi. Megjithatë, ai mbetet i paqartë nëse pagesa duhet bërë në komunë apo drejt për drejt tek ndërmarrja. Po, 2 herë aty s'deshmi. Vesha çdo muj të që një pritni se po. Pavarësisht kësaj, ai thotë se obligimin do e kryej ndaj ndërmarrjes. Obligime ka me pagu, na i marrin bërllogin me pagu obligimin që e kom. Pas ditën e sajntës, komuna e Prishtinës njoftoi se faturën prej 7 eurosh për largimin e mbeturinave ta paguajnë tek ata. Këtë vendim të ekzekutivit po e kundërshton kryeshefi ndërmarrjes Petrit Reqica. Për shkak se damet janë kolosale për neve, vetëm këta 4 muaj ne kemi mbi 2.5 milion euro parat pa inkasuara, që i bje rrjedhimisht nga 1 janari deri sot, e vetme kompani që po kryen shërbim për qytetarët në Prishtinë është kompania pastrimi dhe ka 0 pagesa nga komuna dhe një numër enorm i vogël nga qytetarët. Reqica nuk e hodhi poshtë mundësinë për marrjen e hapave ligjor.
Kemi mi marë veprimet tona ligjore, për asë sa ne vlerësojmë që është duke u cënu eksistenca e ndërmarrjes tonë edhe në veçanti edhe dëmtimi. Kushdo që është të e bo nga ona e komunës këtë gjë, është duke i te kalu autorizimet dhe detyrën zyrtare. Ndërkohë gjatë së premtës nga komuna e Prishtinës pranuan të flasin për vendimin. E me këtë lajm po mbyllim edhe këtë edicion informativ të kësaj të premte, gjithë ju që ndatë këto momente për të informuar. Faleminderit, mirë mbetëshi.